Mirë se vini në ceremoninë e betimit solemn për avokat dhe praktikant në Odën e Avokatëve të Kosovës. Sot, shënojmë një moment të rëndësishëm për secilin prej jush, që po i bashkoheni profesionit të avokatisë dhe njëkohësisht një ditë me rëndësi të veçantë në institucionin tonë. Në nderim të himnit shtetëror të Republikës së Kosovës, ju ftoj të ngriheni në këmbë. Faleminderit. Ata që njohin mu, e din që unë as nuk bëj skenare, as transkripte, as parapërgatitje, për shkak se atë që e them sot, natyrisht buron nga brendia e ja dëshiroj secilit, dhe kjo është arsyeja pse jam përpara juve sot. Të dashur prend, sepse ju jeni pjesa më e rëndësishme që na I keni besu fëmijët, të dashur avokat e kanë të ri, të dashur kolegë, Darë Filli Drejtues, mirë se erdhët në një ceremoni, e cila natyrisht që nuk është thjesht një simbolik, për shkak se sot japin betimin, ata sot marrin mbi supet e tyre një peshë të rëndë, sepse fjala e tyre prek jetë njerëzish, vendimet e tyre preken shumë familje e të drejta bazike, dhe ata që veshin petkun avokatit, sot duhet ta mbrojnë sepse bëhen pjesë e një familje hiç më pak se 1500 anëtar. Sot jam I nderuar që na mërtohet së avokatëve, të mirëpres jo vetëm kadet dikur të drejtësisë, por edhe figura të shquara të sistemit të drejtësisë. Jam I nderuar që kemi gjyqtar, kemi prokuror, kemi ish gjyqtar e njerëz që kanë pas funksion e mision deri në kompetencën për të zëvendësu president shteti atëherë kur kushtetuta e ka kërku. Sot e di që për disa ky betem mund t'jetë edhe I thjeshtë, sepse teksti I tij përveç që kërkon mbrojtjen dinitetit e ushtron funksionin me ndërgjegje, kërkon që të respektojë edhe rendin juridik e Kushtetues të Republikës së Kosovës. Por ky betem nga sot ju bën më ndryshe, për shkak se nga sot ju bëheni pjesë e sistemit të drejtësisë dhe nga sot nuk I shërbeni thjesht avokatisë, e cila ushtrohet vetëm atëherë kur keni besim e kur këtë ja u beson qytetari, këtë ja u beson misioni e këtë ja u beson funksioni. Sot, unë I ftoj që petkun avokatisë asnjëherë mos lejoni që ta përbuzin e ta nëpërkanden. Asnjëherë mos lejoni që të tjerët të paraqiten më të mençur para juve, sepse shkollën e kemi të njëjtë, përvojën e kemi po ashtu kush më shumë e kush më pak, por misionin e kemi të përbashkët, sepse të drejtat dhe liritë themelore të njeriut nuk janë pronë e prokurorisë, nuk janë pronë e gjykatës e as gjyqësisë, janë themel I një demokracie, janë themel I shtetit tonë, janë detyrim të mbrojmë e të avancojmë kushdo që ka marrë titullin e juristit e jo vetëm. Sot, e di që shumë nga ju që nesër do t'ulin në bankën ku do të kërkohet që edhe në vështirësitë më të mëdha ju t'jeni të pathyeshëm.
Shumë prej juve do të kërkohet që të mos heshtni edhe kur heshtja mbas është mjeti më i lehtë për të dalë nga zyra një gjyqtari ose një prokurori ose nga salla e gjykimit fare. Por ky nuk është misioni jonë. Misioni jonë është që të mos heshtim, të mos dorëzohemi, të mos marrim drejtësinë mbi supe por ta mbështesim në ligj e në kushtetutë dhe njëkohësisht mos bëhemi thjesht interpretues pa logjik i ligjit ose lexues i tij, por kritik dhe promovues i asaj që na beson dikush. Nuk du me ju lodh me fjalë për cilat sigurisht që bashkë gjatë rrugës kemi me i kalu, por për avokat të rinë kam një përësi. Oda avokatëve është shtëpia juaj, secili nga ata që është licencu para juve është antari i familjes tuaj, dhe kur është nevoja e kudo që është nevoja, na keni në krah si në aspektin profesional, si në aspektin social, si atëherë kur duhet të përbashk, e si atëherë kur duhet qërtuar dikë që bie ndesh me atë çfarë ne e avancojmë me fanatizëm e përgjithësi. Unë kam pas fatin të zgjedhem kryetar i Odës Avokatëve në mesin e shumë kolegëve më të shquar, më të aftë, më punëtor e më të zellshëm se unë padyshim. Dhe arsyeja pse unë jam zgjedh është që të përfaqësoj ata dhe bashkë me ata tash e tutje të përfaqësojmë edhe juve. Prandaj zotimi im në emër të edhe atyre që i kam mbrapa, e që janë pjesë e këshillit drejtues, që janë plot kolegë të shquar këtu që kanë ardhur sot për t'ju nderuar juve e për të na respektuar neve. Është që ju nuk jeni vetë, sepse do të duhet ndihmë e ndihmën do ta gjeni tek ne. Bashkë me betimin që e keni tekstin e betimit, do ta them unë i pari, pastaj pas meje e përsërisni fjalë për fjalë, mirë që ta kemi mundësinë secili për ta dhënë betimin. Po dalë të nësë ka këndjes për pjesën tjetër. Kur do që jemi gati, vazhdojmë. Betohem se avokatin do ta ushtroj me dignitet, ndërgjegje, i pavarur dhe më nderë, duke respektuar rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës. Betohem. Urime mirëseardhje për zemër në shtypun të madhe të avokatisë. Agroni nga halasi ka harru shefin që e ka dikon hapa, dhe sigurisht halaj drejtohet më shef, po e rëndësishme që sot shef po dihet kush është. Vazhdoni, lutem. Jepja. Krejt që e në të arbrit, jo të vesh të arbrit, po kujda, mos e zitani sa të dashur familjar, me e dashamirët e Odës Avokatëve të profesionit ton e të sistemit drejtësisë. Këta ishin 32 avokatët që janë planifikuar që të betohen sot. Ju kisha lutur për një durim sepse do bëjmë betimin për ardhmërinë e profesionit ton, pra praktikantët që janë ajka e këtij profesioni. Natyrisht që ceremonia betimit është më e shkurtër për shkak se nuk do kemi thirrje rand me rand, por ju lutem që betimin së paku të jemi dëshmitar të një rasti jo vetëm solem, por edhe të rëndësishëm për ta. I ftoj gjithë praktikantët që ngritën në kamp. Betohem se praktiken në zyrën e avokatit do ta ushtroj me dignitet,
me ndërgjegjë dhe me nder, duke respektuar rendin juridik dhe kushtetues të Republikës Kosovës. Betohem. Urime mirëseardhët në shtëpinë tonë e uroj që të bëheni pjesë e jona, ju uroj fat secilit e gjithë të mirat. Tash, kushdo që e keni të rëndësishme me i taku familjarët e juve e me bo foto, për ndrysh administrata odës si çdo herë, kujdeset që t'u shpërndaj tekstin e betimit, të nënshkruar po besoj e keni, i ktheni, nuk do ta thrasim secilin nga ne, sepse kështu ja bëjmë zakonisht, por natyrisht që me prindrit e me njerëz që kanë ardhur me ndëru juve e me na respektu neve, secili veç e veç mund të bëni. Mirë të erdhët durim. Sukses edhe një herë gjithëve, faleminderit që keni zgjedhur avokatët për të forcu profesionalisht e për të avancu bashkërisht.